Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë letrat tarot, çfarë na sjellin për 12 sinjat e zodiakut për ditën e premte 14 gusht. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për këtë të premte dash, 2 kupat. Është një nga letrat më të bukura që mund të dalë në një lexim taroti. Numri 2 lidhet me bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe reciprocitetin, ndërsa kupat sjellin një energji të fortë emocionale. Kjo letër tregon një marrëdhënie të armonishme dhe të ekuilibruar, ku ti dhe partneri mund të ndjeni më të lidhur dhe më të gatshëm për të dëgjuar njëri tjetrin. Nëse ka pasur ndonjë keq kuptim, kjo është një ditë shumë e mirë për ta sqaruar. Me hënën në Virgjëresh, më 14 gusht të jep mundësinë të flasësh hapur për nevojat, planet dhe përgjegjësitë tuaja. Mos u përpiq të bësh të gjitha vetëm, punoni si ekip dhe mbështesni njëri tjetrin. Në dashuri, afrim, mirëkuptim dhe ndjenja të ndërsjellta. Në punë, bashkëpunimi me një person tjetër mund të sjellë rezultate shumë më të larta. Te mesazhi i letrës për ju, ku dy njerëz ecin në të njëjtin drejtim, rruga bëhet shumë më e lehtë. Demi, mbretëresha e Shkopinjve Dem është një letër shumë pozitive, sidomos nëse ka disa projekte ose punë që duhet t'i përfundosh në shtëpi. Mbretëresa përfaqëson kujdesin, ngrohtësinë dhe përkushtimin, ndërsa Shkopinj lidhen me veprimin, energjinë dhe iniciativën. Kjo do të thotë se sot ke motivimin që të duhet për të marrë gjërat në dorë dhe për të çuar deri në fund. Nëse një detyrë është e rëndësishme për familjen tënde, mos e shtyj më. Energjia 14 gushtit të nxit të veprosh, por edhe të kujdesesh për rehatin dhe lumturinë tënde. Me hënën në Virgjëresh, e cila ndodhet në sektorin tënd të gëzimit, mund të ndihesh veçanërisht mirë kur sheh rezultatet e punës tënde. Në dashuri, ngrohtësi, përkujdesje dhe dëshirë për të krijuar një ambient më të bukur me partnerin. Në familje, një projekt ose detyrë përmbashkët mund t'ju afrojë më shumë. Dhe mesazhi i letrave, mos prit momentin perfekt, merr iniciativën dhe krijo vetë atë që të sjellë lumturi. Binjakët, letra e tarotit për sot binjak, 5 shkopinjt. Peskopin nuk është një ndër letrat më të lehta të tarotit. Ajo shpesh tregon një situatë që nuk po shkon sipas planit, përplasje mendimesh, konkurrencë ose një pengesë të bën të mendosh se gjërat nuk po të ecin siç duhet. Mund të ndihesh sikur ke humbur një mundësi ose sikur përpjekjet e tua nuk dhan rezultatin që prisje, po mos e shiko këtë si një dështim përfundimtar. Shkopinjt lidhen me energjinë e ndryshimeve të shpejta, ndaj ajo që të shqetëson më me të gusht mund të kalojë shumë më shpejt nga sa mendon. Kjo përvojë mund të të mësojë diçka të rëndësishme dhe të të ndihmojë të rikthesh me më shumë forcë. Me hënën në Virgjëresh në sektorin tënd të rehatisë, kjo situatë mund të jetë pikërisht shtysa që të duhet për të dalë nga zona jote e zakonshme dhe për të hapur një kapitull të ri. Në dashuri, shmang debatet e panevojshme dhe mos lejo që një keq kuptim i vogël të bëhet problem i madh. Në punë, konkurenca ose mendimet e ndryshme mund të krijojnë tension, por situata do të qartësohet. Dhe mesazhi i letrave, ajo që sot duket si pengesë, nesër mund të kuptosh se ishte një shtys drejt një rruge më të mirë. Gaforia, letra e tarotit për këtë të premte gafore, 8 pentakulat. Është një letër shumë e rëndësishme për ty. Ajo flet për punën, për kushtimin, mësimin dhe përmirësimin e aftësive. Kjo letër të këshillon të vazhdosh, të mësosh dhe të zhvillosh një aftësi që mund të sjellë më shumë të ardhura dhe siguri financiare. Ndoshta rezultatet nuk duken menjëherë, por çdo përpjekje që po bën tani është një hap drejt një qëllimi më të madh. Mos mendo se puna jote e tanishme është destinacioni përfundimtar, është vetëm një shkallë që të çon drejt një kapitulli më të mirë në jetën tënde. Me hënën në Virgjëresh, vëmendja shkon te kontratat, marrëveshjet dhe çështje profesionale. Mund të marrësh së shpejti një përgjigje, një vlerësim pozitiv ose një ofertë për një mundësi që ja vlen ta shqyrtosh. Në financa, puna dhe aftësitë tua mund të fillojë të japin rezultate konkrete. Në punë, një kontratë, marrëveshje ose një mundësi e re mund të jetë pranë. Dhe mesazhi i letrave për ju, mos u dorëzo tani, suksesi mund të jetë shumë më afër nga sa e mendon. Luani, letra e tarotit për këtë të ënjtë e Luan, kalorësi i shpatave, është letra e veprimit, vendosmërisë dhe energjisë së fuqishme. Kjo letër tregon se më 14 gusht do të ndjesh një shtys të fortë për të marrë iniciativën dhe për të ndjekur atë që dëshiron. Nëse ke një qëllim që e ke shtyr prej kohës, tani je gati të veprosh. Mendja jote është e përqendruar dhe nuk dëshiron të humbasësh më kohë. Kalorësi i shpatave është një luftëtar që përgatitet për betejë. Shpatat përfaqësojnë mendjen, vendosmërinë dhe qartësinë. Ndaj mund të jesh shumë i vendosur për të mos lejuar asgjë të ndalojë. Me hënën në Virgjëresh, qëllimet e tua mund të lidhen me kërkimin e një pune të re, përmirësimin e një situate profesionale ose gjetjen e motivimi për të bërë atë që e di se duhet ta bësh. Në punë, një ditë shumë e mirë për të aplikuar, telefonuar, dërguar CV ose për të ndërmarrë një hap të rëndësishëm.
Në dashuri, fol hapur, mos u tregote për impulsiv, fjalët e forta mund të lëndojnë, dhe mesazhi i letrave për ju, mos priti mundësia të vijë tek ti, ndiqi atë me vendosmëri dhe mos e humb fokusin. Vigjiresha. Letra e tarotit për këtë të premte vigjiresh, 7 pentakulat. Kjo letër sjell një mesazh shumë pozitiv për financat dhe të ardhmen. Kjo lidhet me durimin, investimin e energjisë dhe shpërblimet që vijnë pas një pune të vazhdueshme. Mund të jesh shumë pranë disa mundësive shumë të mira financiare, por duhet të kuptosh se jo çdo gjë ndodh menjëherë. Ajo që ke mbjellë deri tani, po fillon të jap rezultatet e para. Ndoshta ende nuk e di se ku do të stabilizohen plotësisht gjërat, por mos e humb besimin. Me hënën e shenjën tënde më 14 gusht, fokusi ishte nevojat, dëshirat dhe ëndrat e tua personale. Nëse ke një qëllim që e dëshiron me të vërtet, kjo është një ditë e mirë për të kushtuar asaj. Ajo që ndërton me durim sot, mund të bëhet një burim i madh kënaqësie dhe sigurie nesër. Në financa, mundësi të reja dhe rezultatet nga përpjekjet e mëparshme. Në dashuri, mos u nxito, marrëdhëniet e qëndrueshme kërkojnë kohë dhe kujdes. Dhe mesazhi i letrave, mos u dorëzo vetëm sepse rezultatet nuk kanë ardhur ende, frutet e punës tënde janë duke u pjekur. Peshorja, letra e tarotit për sot peshore, 7 pentakulat, një letër që lidhet me durimin, vlerësimi dhe një ndryshim të rëndësishëm në drejtimin tënd. Numri 7 në tarot shpesh tregon një provë ose sfidë, por një sfidë që të ndihmon të kuptosh se ku duhet të shkosh më tej. Me që pentakulat lidhen me parat, punën dhe sigurinë materiale, 14 gushti mund të sjellë një hap të rëndësishëm financiar. Mund të bësh një marrëveshje të favorshme, të zgjidhësh një detyrim financiar ose të përfundosh një borxh që të ka rënduar. Dhe sa për një detyrim mbyllet, mund të fillosh të mendosh më seriozisht për kushtimet dhe të ardhmen. Me hënën në sektorin tënd të përfundimeve, kjo është një ditë e mirë për të ndaluar pak dhe për të reflektuar. Mos u nxito të hidhesh menjëherë në hapin tjetër. Shiko çfarë ke mësuar dhe vendos me kujdes se ku dëshiron të shkosh. Në financa, marrëveshje të mira, shlyerje detyrimesh dhe mundësi për të kursyer. Në dashuri, mbyllja një kapitulli të vjetër mund të krijojë hapësirë për diçka më të mirë. Dhe mesazhi i letrave për ju, mbyll atë që duhet mbyllur, reflekto dhe pastaj bëj hapin tënd të ardhshëm me qetësi. Akrepi, akrep, letra e tarotit për këtë të premte, perandori, është letra e stabilitetit, autoritetit, disiplinës dhe forcës së brendshme. Është një letër shumë e mirë për ty, veçanërisht nëse duhet të përballesh me dikë që ka pritje të debatojë ose të krijojë konflikte. Në 14 gusht mund të gjendesh në një situatë ku duhet të mbrosh mendimin tënd dhe të vendosësh kufij të qartë. Me hënën e vigjiresh, kjo çështje mund të lidhet me një koleg, ambientin e punës ose një përgjegjësi profesionale. Por mos u shqetëso, ti ke aftësinë të ruash qetësinë dhe të sillesh me maturi, edhe nëse personi përballë teje përpiqet të provokojë. Letra e tarotit perandorit të këshillon të mos kesh frikë të flasësh hapur. Argumentet e tua mund të jenë të forta dhe jenë në një pozicion shumë të mirë për të fituar një debat ose për të marrë atë që kërkon. Në punë, qëndroj i vendosur dhe mos lejo askënd të të nëvlerësoj. Në marrëdhënie, vendos kufij pa krijuar konflikte të panevojshme. Dhe mesazhi i tarotit, fol të vërtetën tënde, ruaj qetësinë dhe mos u tërhiq vetëm sepse dikush tjetër flet më fort. Shigjetari, letra e tarotit për këtë premte shigjetar, perandoresha. Shigjetar, më 14 gusht, mund të hyjë në jetën tënde një person me energji të ngrohtë, të kujdesshme dhe amësore. Kjo energji të përqafohet nga perandoresha, një nga letrat më të ëmbla të tarotit dhe simboli i feminitetit, krijimtarisë, bollëku dhe përkujdesjes. Mund të jetë një grua e sjellshme, e vëmendshme me të cilën ndihesh mirë të bisedosh. Prania e saj mund të bëjë të ndihesh më kreativ, më i sigurt dhe më i aftë për të realizuar atë që dëshiron. Po mesazhi i perandoreshës nuk është vetëm për njerëzit që ke pranë, ajo të kujton të kujdesesh edhe për veten. Me hënën e vigjiresh, shenja që lidhet me kujdesin ndaj vetes dhe mirëqenien e përditshme, 14 gushti është një moment i bukur për të ngadalësuar ritmin, për të kushtuar vëmendje nevojave të tua dhe për ta trajtuar veten me më shumë butësi. Në dashuri, ngrohtësia, afërsia dhe një lidhje që të bën të ndihesh i vlerësuar në jetën personale. Kujdesu për veten dhe mos i vendos gjithmonë nevojat e të tjerëve përpara të tuave. Mesazhi i letrave, e gjipo aq i butë me veten sa je me njerëzit që do. Bricjapi, letra e tarotit për 14 gusht bricjap, 4 shkopinjt. Ka ardhur koha të festosh sukseset e tua bricjap. 4 shkopinjt është një nga letrat më të gëzueshme dhe më pozitive që mund të dalë në tarot. Kjo është një letër fitore dhe kënaqësie. Ke arritur të i vendosësh shumë gjëra në rregull dhe tani mund të shohësh më qartë se sa shumë ke përparuar. Ka një ndjenjë stabiliteti dhe kënaqësie me mënyrën se si po ecën jeta jote. Në 14 gusht, nëna e vigjiresh përputhet shumë me energjinë tënde të qëndrueshme dhe praktike.
Mos u ngut më njëherë drejt objektivit të radhës, ndal pak, shijo atë që ke arritur dhe lejoje veten të ndihesh krenar. Në dashuri, harmoni, gëzim dhe momente të bukura me partnerin ose familjen, në financa, rezultatet e punës së bërë më parë fillojnë të japin kënaqësi dhe siguri, dhe mesazhi i tarotit për ju, ke bërë shumë për të arritur deri këtu, sot mos harro ta festosh fitoren tënde. Ujori, letra e tarotit për sot ujor, 14 gusht, faqja e pentakulave. Ujor, më 14 gusht je gati të zhytesh plotësisht në një temë të re dhe të mësosh sa më shumë që të mundesh. Faqja e pentakulave lidhet me studimin, përqendrimin, kuriozitetin dhe dëshirën për të bërë gjithnjë më i aftë. Kjo letër të sjellë një energji të re, të freskët dhe plot gjallëri. Mund të ndihesh më i motivuar dhe për të provuar diçka që nuk e ke bërë më parë. Qasja jote e hapur dhe kurioze do të ndihmojë të kuptosh më shpejt dhe të shfrytëzosh një mundësi të re. Me që pentakulat lidhen me parat dhe investimet, kjo mund të jetë në lidhje me financimin e një studimi, një bursë, një kurs ose dikë që mund të të ndihmojë ekonomikisht për të ndjekur arsimin që dëshiron. Mos e nënvlerëso një mundësi vetëm se duket e vogël në fillim, ajo mund të jetë fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Në studime, një ditë ideale për të mësuar, kërkuar informacion dhe zhvilluar një aftësi të re. Në financa, mund të shfaqet një ndihmë financiare ose një mundësi që lidhet me arsimin. Dhe mesazhi i tarotit, mbaje mendjen të hapur, mëso me kuriozitet dhe mos kifik të fillosh nga zero. Fati mund të jetë në anën tënde. Peshqit, letra e tarotit për këtë të premte, 2 shpatat. Peshq, një problem që të ka mbajtur në tension mund të jetë pra një zgjidhjeje. Do të ndihesh shumë i lehtësuar kur kjo çështje të mbetet pas. Dyshi lidhet me ekuilibrin dhe harmoninë, ndërsa shpatat tregojnë për plasje mendimesh, vendime dhe kërkimin e së vërtetës. Sot mund të kuptosh se zgjidhja nuk vjen duke shmangur bisedat, por duke përballur atë me qetësi. Hënani vigjeresht në sektorin e marrëdhënieve dhe partneriteteve për peshqit, favorizon komunikimin me një person të afërt, fol hapur, dëgjoj dhe këndvështrimin e tjetrit dhe mos ke frikë të bësh një kompromis. Nëse gjatë ditës shfaqet ndonjë tension, mos u shqetëso. Kjo situatë mund të të çojë drejt një fundi të qetë dhe një marrëdhënie më të harmonizuar. Këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 qenët e zodiakut për ditën e premte, 14 gusht 2026. Ju uroj një fundjavë të mbar, na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Ju faleminderit.